Hani një kastravecë çdo ditë dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore, që në kohët antike kastravecët janë përdorur si një vakt edhe në mjekësinë tradicionale. Kjo sepse ai mund të ofrojë edhe një kontribut më të mirë dhe të sigurojë hidratimin e nevojshëm për trupin. Ky nuk është përfitimi vetëm që ofron ky frut. Kujtojmë se kastraveci është një frut dhe jo një perime. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shtimi i kastravecave të freskët në vaktet tuaja ditore do t'ju ofrojë një mbrojtje më të mirë kundër problemeve neurologjike. Fisetini i pranishëm te kastraveci është identifikuar për rëndësinë e tij në shëndetin e mirë të trurit. Kastravecët përmbajnë gjithashtu fosfor. Mungesa e fosforit lidhet me një risk në rritje të sëmundjeve njohëse. Pra ngrënia e kastravecave patjetër që do ta mbajë trurin tuaj më të mbrehtë dhe më të përqendruar. Kastraveci do ju ndihmojnë në humbjen e peshës në mënyrë më të shpejtë dhe konkrete. Përmbajtja e lartë e ujit te kastraveci ju ndihmon të ngopeni më shpejt, duke kontrolluar kështu mbi ngrënien. Kastraveci nuk përmban yndyrna dhe është një frut me pak kalori, prandaj është një zgjedhje e shkëlqyer për çdo që përpiqet të humbasë në peshë. Risku i problemeve do të zvogëlohet ndjeshëm nga radikalet e lira. Fisetini, një flavonoid që ka zgjuar interes të madh në mesin e studiuesve, është i pranishëm te kastraveci. Përveç vetive të tij antioksiduese dhe antiinflamatore të këtij flavonoidi, ai gjithashtu ka qenë i lidhur me zvogëlimin e riskut të disa llojeve të radikaleve të lira. Tretja do të përmirësohet me konsumin e kastravecit. Kastravecët përmbajnë fiber dietike dhe një sasi të mirë të ujit në të cilën ndihmon në tretje. Vitaminat e kastravecit ndihmojnë gjithashtu për të përmirësuar funksionet e sistemit tretës. Konsumi një kastraveci çdo ditë ju ndihmon të zgjidhni problemet që lidhen me lëvizjet e zorëve. Trupi do të marrë hidratimin e nevojshëm. Rreth 95% e përmbajtjes së kastravecit është ujë, kështu që ngrënia e tij çdo ditë mund të përmirësojë nivelin total të hidratimit në trupin tuaj, i cili nga ana tjetër ndikon në shëndetin tuaj në mënyrë pozitive. Nëse jeni një person që harroni të pini ujë, atëherë konsumi një kastraveci në ditë mund të jetë një truk i mrekullueshëm për ju. Lëkura juaj do të jetë më e butë dhe me shkëlqim. Kastravecët e mbajnë trupin të hidratuar, gjë që është e dobishme për lëkurën. Por më tepër ato përmbajnë vitamina B, si niacin, riboflavin së bashku me vitaminën C dhe zinkun, të cilat janë thelbësore për mbajtjen e lëkurës së pastër. Kastravecët përmbajnë acidin kafeik, i cili lufton acarimin dhe inflamacionin e lëkurës. Lëndët ushqyese të kastravecit ndihmojnë gjithashtu për të luftuar shenjat e plakjes dhe të lëkurës. Cilësia e flokëve do të përmirësohet nëse ato përdorin edhe kastraveci. Vitamina B e pranishme dhe kastraveci është shumë e dobishme për lëkurën e kokës dhe shëndetin e flokëve. Biotin, riboflavin, niacin dhe vitamina B5, vitamina B6 dhe C të gjitha kanë një rol të rëndësishëm për rritjen e flokut. Ato gjithashtu parandalojnë humbjen e parakohshme të flokut dhe të thinjave. Shëndeti kardiovaskular do të përmirësohet të ndjeshëm. Kastravecët përmbajnë kalium, magnez dhe vitaminën K. Këto tre lëndë ushqyese janë të rëndësishme për funksionin e dur të sistemit kardiovaskular. Vitamina K shërben si një faktor jetësor për mpiksjen e gjakut dhe rregullimin e niveleve të kalciumit në gjak. Nivelet të ulta të magnezit dhe kaliumit janë të lidhura me presionin e lartë të gjakut. Konsumi i rregullt i kastravecit ul nevojën e kolesterolit të keq në trup. Nivelet e sheqerit do të përmirësohen më mirë me konsumin e kastravecit. Kastravecët përmbajnë një gamë të gjerë të përbërjeve fenolike, flavonoideve dhe triterpeneve. Sipas studiuesve, marrja e shtuar e kastravecit është shumë premtuese në kontrollin e niveleve të sheqerit të lartë në trup pas ushqyerjes. Kockat tuaja do të jenë më të forta. Kastravecët përmbajnë vitaminën K dhe kalcium, të dyja këto lëndë janë thelbësore për kockat më të forta. Vitamina K është zbuluar se zvogëlon riskun e frakturave në kocka dhe gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në thithjen e kalciumit në kocka. Shëndeti juaj dëntar do të përmirësohet të ndjeshëm.
Kastravecët përmbajnë gjithashtu fluor, një kombinim që riparon gjithashtu edhe shëndetin tuaj të dhëmbëve. Ndaj konsumi i tyre në mënyrë të rregullt në dietën tuaj ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Përfshirja e tyre në dietën tuaj ushqyese mund të ndikojë edhe në një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj të kockave. Ekspertët tregojnë se hormonet tuaja do të ekuilibrohen ndjeshëm me konsumin e kastravecave në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore. Fosfori është një lëndë ushqyese ekuilibruese e hormoneve tuaja. Ndërvepron gjithashtu edhe me gjendrën tuaj endokrine dhe ndihmon në krijimin dhe çlirimin e hormoneve. Kastravecët përmbajnë rreth 4% të fosforit të sugjeruar dhe në konsumin ditor mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastet tuaja specifike. Ndaj konsumi i tyre mund të bëhet në mënyrë të rregullt dhe përfitimet që do të keni do të jenë gjithashtu edhe më të rëndësishme për shëndetin tuaj të përgjithshëm, citojnë ekspertët e Healthline. Shtimi i kastravecave në vaktet tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për nxitjen e një shëndeti të mirë, lehtësimin e komplikacioneve dhe marrjen e organizmit tuaj në shëndetin e duhur. Gjithashtu, mund të përmirësoni organizmin tuaj me konsumin e kastravecit në mënyrë të rregullt. Kështu, pesha juaj do të përmirësohet ndjeshëm. Që prej kohëve të lashta kastravecët janë përdorur në kuzhinë dhe në mjekësi tradicionale, dhe ky nuk është i vetmi përfitim që kastravecat sjellin. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim disa prej përfitimeve që sjell konsumi i kastravecave. Konsumi i kastravecave na mbron nga problemet neurologjike. Fisetini që gjendet e kastraveci është identifikuar për rolin që ka në shëndetin më të mirë të trurit. Kastravecat përmbajnë fosfor ndërkaq që mungesa e tyre ndërlidhet me sëmundje të ndryshme të rënies së kujtesës. Ndaj konsumi i këtij produkti fantastik në dietën tuaj ditore do të lehtësojë komplikacionet dhe do të nxjisë organizmin tuaj në tërësi. Kastravecat janë ndër dhuratat më të mira të natyrës. Ky frut është i rëndësishëm për ushqyerjen tonë, por kastraveci konsiderohet frut sepse vjen nga një lule që përmban farat e bimës. Ekspertët të cilëve u referohemi sipas Eating Well kanë listuar përfitimet që i vijnë në shëndetin tuaj nga konsumi i kastravecit në mënyrë të rregullt. Kastraveci gjithashtu është i mirë për hidratimin më të mirë të trupit tuaj, dhe si i tillë mund të luajë një rol parandalues për shëndetin e dobët. Ekspertët thonë se njeriu merr 40% të dozës rekomanduar ditore nga kastraveci, dhe kështu përfitimet që do të merrni prej tij mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë e shëndetit dhe lehtësimin gjithashtu edhe të komplikacioneve të organizmit. Njeriu praktikisht është duke ngrënë dhe duke pirë në të njëjtën kohë kur përdor kastravecin. Ngrënia e kastravecave çdo ditë ndihmon në hidratimin e organizmit. Do të merrni më shumë ushqyes nga ç'a mendoni nga konsumi i kastravecit. Kastravecët ofrojnë pak kalori. Një kastravec mesatar ofron 15 deri në 17 kalori. Megjithatë, kastraveci është i pasur me fibër, protein, vitaminë C, K, B, kalium, hekur, zink dhe magnez. Pjesa më e madhe e këtyre lëndëve ushqyese gjenden te lëkura. Kastraveci mund të përdoret në detoks. Njerëzit që e teprojnë me pijen ose kanë nevojë të detoksifikohen duhet të konsumojnë më shumë kastravec. Sipas ekspertëve, nëse hani disa feta kastraveci përpara gjumit, do të ndihmoni organizmin të vetpastrojë dhe të rikthejë balancën e elektroliteve. Kastraveci do ju ndihmojë të bini nga pesha. Kastraveci ka tendencën të na mbajë të ngopur për shkak të përmbajtjes së lartë të ujit. Ky i fundit rrit sasinë e kalorive të djegura dhe ndihmon përgjithsisht për të rënë nga pesha. Kastravecët do të ofrojnë gjithashtu një frymëmarrje më të freskët. Kastravecët pastrojnë gojen nga bakteriet e dëmshme që shkaktojnë erën e keqe të saj. Mjafton të mbani një fet kastravec në qelz për 30 sekonda dhe bakteriet do të eliminohen nga goja në mënyrë të shpejtë. Do të evitoni gjithashtu nivelin e stresit dhe sheqerit të lartë me konsumin e kastravecit të paktën një çdo ditë. Përfitimet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për organizmin dhe shëndetin tuaj në tërësi. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.